Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, e ka vlerësuar vitin 2025 si një vit shumë të mirë për futbollin shqiptar në tërësi. Ai ka theksuar se një arritje e rëndësishme është fakti që 2 përfaqësuesit e kombit shqiptar do të luajnë në fazën play-off të kampionatit botror. Shumë i mirë për kombin shqiptar në përgjithësi, kemi 2 skuadra që do të luajnë play-offin e kampionatit botror. Nuk ka ndodhur asnjëherë në histori që të luajë qoftë dhe një, vetë kombëtare shqiptare që është më e vjetër, ne jemi me 2. Uroj që të dyja të kenë sukses në mars dhe të arrijnë botror. Kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit është shprehur optimist për ecurinë e mëtejshme, duke nënvizuar se si kombëtarja e Shqipërisë ashtu edhe ajo e Kosovës kanë treguar rritje të ndjeshme në aspektin sportiv dhe organizativ, të cilën do ta arrijnë edhe në kampionatin botror. Dyshim përderisa luajmë për të fituar, asnjëherë nuk luajmë le të themi për turizëm, luajmë për të fituar, i kemi gjitha shanset, kemi nivelet. Kosova ka një skuadër shumë të mirë, Shqipëria gjithashtu, dhe shanset janë barabarta për gjitha skuadrat që janë këto. Sipas Dukës, këto përballje përfaqësojnë një mundësi historike për futbollin e kombit shqiptar, ndërsa mbështetja e tifozëve dhe puna profesionale e stafit teknik do të jetë faktor kyç për arritjen e rezultateve pozitive të 2 kombëtarëve, Shqipërisë dhe Kosovës.